Mirëmbrëma, shikues nderuar, publik, i dashur lexues, i dashur shqiptar që do me di se çka të bo. Nuk e di sa ka intereset njerëzve me u lidh tash në këtë kohë, po tash e pata mundësinë me u lidh sepse gjithashtu dhe tash mra para rrjedhës informacioneve të llogarisë time të Facebookut një video e zotit Haradinaj, ku ai zotohet se do të kishte punuar me zotin Kurti, po i ka disa kushte. Dhe kushtet që i ka, ky vet nuk i plotson. Do të thënë, ky po i paraqet kushte dikujt që verifikueshëm i plotson ato kushte, por po thot se sikur ti plotsonte, me demek nuk pi plotsoj ka, ndërkohë që zoti Haradinaj vet nuk i plotson ato kushte. Po e lëshoj videon, edhe shikojnë se çka po thot. E pastaj flasëm. Kisha punu me Kurtin, sikur se ky të kthehej në drejtimin e interesit nacional. Edhe pse ju ka pasur kur keni thënë Kisha punu, jo me Kurtin, po me secilin. Është në moment. Sikur Kurti të kthehej në interesit nacional. Hulumtimet tona janë këtu me emrin Ramush Haradinaj. Dhe flasin për krejt zezat e tij që i ka bë këtij veni, e që unë nuk mendoj se munden me u kualifiku si veprimtari politike në interes të nacionalizmit. Të janë nispi lidhjeve të Ramush Haradinajt me Richard Grenellin, ku nuk është asnjë interes nacional me kani lidhun me mercenarin e Kremlinit. Nuk është asnjë interes nacional zoti Haradinaj me kani lidhun me mercenarin e Beogradit. Nuk është asnjë interes nacional zoti Haradinaj me e pru në Kosovë mercenarin e mercenarit të Moskës, Ron Patrikun, edhe me rrejt publikun që është shefi CIA-s për Ballkanin. Qysh ka keni bo? Shefi CIA-s për Ballkanin dhe rën familjen Haradinaj. Gazeta Gjornal. Shefi CIA-s për Ballkanin ishte i pranishëm sot në Glogjan. Që ku i ki fotografin, nuk i ke demantu këtë rënd zoti Haradinaj, ta kena dhonë mundësin me demantu, nuk je përgjigj një mela. Që do me thonë se ti je pajtu që kjo rënd me qarkullu. Qëre kush është shefi i CIA-s për Ballkan që kini rrajt ju? Apo e sheni këtë personin? Që ky është Ron Patriku, që këta kanë rrajt që është shefi i CIA-s për Ballkan. Që kjo është ukrainase, gruaja e Qetina. Që ky është Halet Sahitaj, njeriu që prej hulumtimeve tona dokumentuese është duke punu me GRU-n ruse, pra shërbimin sekret shtetnor rus klandestin për mi përmbyt qeverit që ata i targetojnë për interesat e ekspansionizmit rus. Që ky tjetri, që është tavolin bashkë me krejt këta, është Milajm Zeka. Milajm Zekën e njeni krejt, po sidomos keni mujt me më njoft mas hulumtimeve tona,
ku kena zbulu se I ka shit pamjet e luftës qërimtare TUÇK-s, radio televizionit Serbis, për me marru filmin dokumentar Shtëpia e Verdhë, ku akuzohet TUÇK-ja rreshëm për trafikim të organeve. Milej Mzeka ka punu për jatin kompaninë ajrore të Jugosllavisë në Suedi, sipas suedezëve. E u koni përfshim lloj veprimesh të zeza që hulumtimet tona për Milej Mzekën janë saktu e nkin. Unë më shku mi lexu, veç e kërkoni emrin te kronikat e Barutit, Milej Mzeka. E zoti Haradinaj nuk e di çfarë interesi nacional është me punu me mercenarin, pra Ron Patrikun, e mercenarit, pra të Richard Grenellit, I cili ka qenë I përfshim, siç po shihni në këtë fotografi, me ardhmë me intervistu këta dy, Halet Cahitaj, në operatorin e GRU-s, Milej Mzekën, një për operatorëve të shumë fesh në Kosovë, që me sa duket punon edhe me GRU-n, duke qenë se është I lidhur me Halet Cahitajn, që kanë ndërtuar deklarata të rreshme bashkë me Darko Perovicin, që është një malazez që ka punu për UDB-n Jugoslave, për me godit rrajshëm me fabrikime gjykatën ndërkombëtare të Kosovës të drejtësisë në Hagë. Pra, kjo nuk është shefi I CIA-s, as nuk ka të bëjë me CIA në kurrë heq, se na e kemi konfirmu, prandaj e kemi raportu artikullin ku themi fantazma e CIA-s në Glogjan. Por, e kemi konfirmu për herë të dytë me artikullin e majit, ku e ekspozojmë edhe me konfirmime nga Langley, pra nga zyrtar dhe ish zyrtar të CIA-s, të cilat thonë që ky njeri dyshohet se është aset I Rusisë. Po, unë kam arsye edhe më të forta për me besu që ky është aset I Rusisë, sepse ky, Richard Grenelli këtu majtas, është aset I Rusisë, sepse na bashkë me ProPublican edhe Washington Postin e kena dokumentu që ky është aset I Rusisë, ky ka punu për Rusinë, është të punu për Rusinë, po është të punu edhe për Serbinë. E zoti Haradinaj, që po I qet dikujna kushtet nacionalizmit, nuk I plotson vetë këtë kushtet nacionalizmit, sepse ky është I lidhur me këta, me asetet e Rusisë. E ky kur si ka spjegu këto pse? Në anën tjetër vazhdon me I tregu dikujna që është në far patrioti. Më falë, po dëshmit po flasin zotni. Plus e ka thirr këto ndarësëm, para menone. Dhe jo vetëm këtë, nuk e ka thirr ndarësëm. E ka thirr edhe Baton Haxhiu. Baton Haxhiu, besniku I Jovica Stanishicit. Baton Haxhiu, familja të cilit dhe I cili ka qenë në mbrojtje të shërbimit sekret Jugoslav të Miloševićit, ku shqiptarët civil po masakroheshin dhe po përbaleshin me gjenocidin e Serbisë. Ky zotnia, 27 vjet mas asaj lufte, e ka thirr ndasën Baton Haxhiun. E sot e ka ftyrën me dalë me I thonë dikujna me plotsu kushtet e nacionalizmit. Ti zotni, vetëm nacionalist nuk je. Gjithçka tjetër mundemi më pajtu. Qyre këtë fitim qekun këtu që e kanë operatorët Shikut, bashkë me kretë operacionet e tjera, I cili ja u bon propagandën edhe publikon lloj rrene. Që edhe vetë ata që ditën më duket ka njëherë kur I shkruajnë do rrena çuditshme. Edhe njëherë fotografia Ron Patriku që këta po rrenë që është shefi I CIA-s, Halet Cahitaj që na kemi konfirmu që punon për GRU-n ruse, edhe Milej Mzeka I përfshiri shumë fesht në lloj operacionit çuditshëm. Dhe këto na shpjegojmë kush është Fitim Çeku, kush është Halet Cahitaj, kush është Milej Mzeka. Lidhjet të Fitim Çekut, Halet Cahitaj me Milej Mzekën. Nëse jo nuk e dini, Milej Mzeka është arrestu në të njëjtën ditë me Fatmir Shehollin në ndryshime për spionazh gjatë vitit kaluar për Serbinë. Dhe Zeka e ka garantu lirimin e tij sepse ka pas kompromat në prokurorin e shtetit dhe prandaj ka arrit me shantazhu suksesshëm në mënyrë që me siguru lirimin e tij. Na kemi shkruar analiza edhe për këtë punë. Pra, ky është artikulli që kemi shkruar ku flasim për detajet e
fakti që ka thirr Baton Haxhiun në dasëm, ja po ja lëshoj insertin se kush është Baton Haxhiu, ai tregon edhe vet, përveç ulëmtimeve tona që na e kena ekspozu. Pse Baton Stanisic? Pse ju akuzon Sali Berisha dhe përveç akuzave politika, po afërsisht tuaj në Rama, që faksumi ka filluar në vitin 2019 kur flitet për ndarjen e Kosovës. A e ka takuar ndonjëherë Baton Haxhiu? Këshirni këtu në prezencë të dasmës së Haradinajt, Batoni. Po, e kam takuar në vitin 1997 dhe është një prej takimeve ma mbretëranëse politike dhe ma të guximshme dhe është një prej mburjeve të mia ma të mëdha në jetën time. Pra ky tregon edhe 27 vjet mas luftës mburje që e ka taku Jovica Stanishicin. Në këtë ulëmtim, si u zhvesh Baton Haxhiu në Hag, na i kemi gjurmu edhe i kemi lexu transkriptat e Hagës, të cilat tregojnë qartë dhe e konfirmojnë përfundimisht se Stanishich, se ky Baton Haxhiu ka qenë bashkëpunëtor i Stanishicit. Këtyre transkripta e Hagës është këtu, na e kemi dhonë, si që ju tregojmë gjithmonë, sa herë që na botojmë diçka, na gjithmonë e sjellim dokumentet në mënyrë që lexuesi me i pa, me i lexu vet, me i shfletu vet, edhe me marr vendim të informum se çka me menu për këtë informacion. Pra kjo është transkripta e Hagës të cilën na kemi analizu dhe e kemi kuptu në sajt kësaj kur përballet Baton Haxhiu me Miloševićin, e kemi kuptu domethënë që ky zotnia ka qenë punonjës i tyre. Pastaj kemi marrë informacione edhe nga burime ndërkombëtare, të cilat ndër të tjera na tregojnë se shefi për Prishtinë i shërbimit Jugoslav, një person i quajtur Gajić, ja vetëm një sekond ta gjej edhe emrin e korrekt. Dragan Gajić, i cili ka qenë zyrtar i lartë të inteligjencës serbe dhe ka qenë pjesë e rrethit ngushtë të Jovica Stanishicit, brenda shërbimit sigurimit shtetënor të Serbisë. Sipas burimit tonë ndërkombëtar, Gajići citohet të këtë thënë se shqiptarët që e kanë korruptu Gajićin për me mbyll gojen mos me fol, mundet me i pështu Gajići prej krejt strukturës së UDB-s, vetëm prej Baton Haxhiut nuk mundet me i pështu. Do më thonë, qaq nalë Baton Haxhiu e ka pas nivelin e besueshmërisë prej Jovica Stanishicit. E Jovica Stanišići, bashkë me Miloševićin, kanë arkitektu plane operative për me bo gjenocid popullit shqiptar. Në atë kohë, Baton Haxhiu u konë të mbrojt për Jovica Stanishicit, Ramush Haradinaj u konë të luftu për lirin, Ramush Haradinaj 27 vjet mas asaj lufte shkon ja qel konakun e thret Baton Haxhiun në dasëm. Edhe del e na shet kopalla, thot, mi qitë kushte dhe kujna mundru në nacionalizm. Po të hitë si e nacionalizm, bre. Po që fa nacionalizmi, bre, të te. A pe sheti shka ke bo të zëtni? A jeti të e po shka ke bo? Se mo mos t'i përmenëm fakte që kënë shkru marrëveshje ndërkombëtare për mi dhonë tokë të Kosovës armiqve shekullor. Se mo mos përmenëm faktin që ja ke qelë derën Milan Radojčićit e ke shtin zyret kryeministrisë kur o konë të i përndjekun për autoriteteve të Kosovës. Autoriteteve që ti e ke pas besimin e plot qytetarëve se e konë kryeministër o zotni, të kanë besu qytetarët që burimi original i fotografisë, Ministria Zyra Kryeministrit Kosovës në vitin 2018. Apo merr vesh,
ti ja ke qel derën Milan Radojqicit edhe kur ja ke qel derën një muj ma vonë, qysh edhe kemi dokumentuar këtë artikull, i cili quhet si u la në harrez dokumentimi i krimeve të luftës në Kosovë, te zotni e ke mbyll bashkë me Hashim Thaqin Institutin për dokumentimin e gjenocidit sërb. Ku guxon mëre ti me dal mi thonë dikujna mi qit kushte për nacionalizëm? Ku guxon ti me dal mi qit kushte për nacionalizëm dikujna kur ti krejt e kalumja jote e 27 vjeqarit mas luftës nuk ka as një lavdi nacionaliste. Apo kupton ti? Qunë mëre shkoni të shtëpia mos o merrni mu me politikë se e marrët në qafë vetën. E keni denigru vetën kaq keq. Jo e keni denigru me veprat e tuja. Po tash po ja bëni dy fishin. Po ja bëni edhe varrin e karakterit moral. Tash jeni të ja bo varrin edhe asaj pak lavdije që e keni pas gjatë kohës luftës. Duke rajt. Duke u munu me i përbaltnu patriotët e vërtet. S'moni mëre lavdia e 2 vjeqarit luftës nuk mundet me ambulju pa lavdin e 27 vjeqarit mas luftës. Kuptojni mëre njerëz këtë punë? Kuptojni që një herë ke shkel këtë tokë për gabim, s'ta fal kërkush atë punë mo. Aq më pak, kur ju po vazhdoni me insistu që se keni bo diçka që faktikisht e keni bo, është e verifikushme, e konfirmushme që e keni bo. Apo kupton? Ku guxon ti me dal, se s'ki nevoj me jutut kërkujna, po du të me jutut vetës tonde, karakterit ton, moralit ton, dush me mbrojt qatë copë ftyrë që t'ka me të o zotni. Apo kupton ti s'munesh mëre ti me dal mi thonë dikujna s'osht patriot kur ti ja ke qel derën shkive poshtë e përpjet, ju ke dhonë territor, ju ke nëshru marrëveshje në favor tyne, ke bon hajni me ta, ja u ke qel derën, je ke mshel institutin për dokumentimin e gjenocidit sërb, apo kupton ti hiq kërka nuk je me patriotizëm, o zotni. Ja ke qel derën Richard Grenellit. Apo kupton, njerët Moskës. Tash jetu rajt të e sorollat të e defilura në Patrikun si shef cijas për Balkan. A i s'ka të bëj kuqo. A jeni të e dit qfar dëmi fatal jeni të i bo besueshmëri së integritetit të Republikës Kosovës përballë aleatëve ndërkombëtar në raport me fushën e shkëmbimit informacionit inteligjencës. Ju nuk keni ndije, po mdoket, heq ose në kofshë me dija la ma keq, se do më thonë ju qëllimshëm me dijeni të e bo këtë dëm shtetit tonë. Është i pariparueshëm dëmi, shqyr që nuk keni as një pozitë të rëndësishme të lartë shtetërore, se të kishit kjo është skandali, pasha që i llojit vetë. Të e kemi diskutu unë me kolegë të mi gazetarë dhe në gazetat ma britanike. Prandaj ata nuk ju marrin juve serioz për me shkru, edhe pse unë kom propozu për me shkru. Po ata e shohin që ju nuk keni as pak serioz duke qenë se s'keni kur një farë besueshmëri të publikut. Publiku si ja ka dhënë votën me nzyrën e rëndësishme të shtetit. Ju ka qitë për jashta, ping, del Fatmire Bilojës. O kryej më bet. Do më thonë, edhe një herë, a pe kuptoni o popull, kush po del, po qetë kushte për nacionalizëm kujna Albin Kurtit. Albin Kurti, i cili është politikan që nuk i ka shkel parimet e veta politike për cilat ka folën hapun në raport me marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Dhe kur e ka marrë pushtetin, kur populli e ka dhënë qelsin e shtëpisë tokë kolektive, e ka zbatu qatë politikë. Shpesh do është me manovru në format ndryshme, do është me bo diplomaci, sepse kur jenë përgjësi shtetit, e ki përgjësi në shtetit, si e mo njëri individ. Mirë po, që kjo që e njeri që ta shpartaloj Serbin pi veriut, që kjo që e njeri që ta shpartaloj Serbin pi Kosovës, që ti mbyllë institucionet paraleli që këta i këshin hapë për 20 vjetë, që filloj me reformu veni me nalë pleçkitjen,
Apo kupton? Që është porri edhe dëqiqin. Nga zyrët e kryeministit që e kështë hap derën Haradinaj, e shporri në Beograd, është s'ka ku më shku, veç në Beograd du të me najtaj. Ndej sa ta kap dikush. E kë del shet men, thot, nëse kthehet Kurti në agenda nacionaliste. Ai nëse agenda nacionaliste për ty është agenda në orbitës Rusis, ti ndoshta edhe ke të drejtë. Amo ti dush me na kallëzu, çka është agenda nacionaliste për ty? Se nëse për ty është agenda nacionaliste pro-Rusis, ti je në rregull, se ti je i shoqënuar me Richard Grenellin, që është agenti i Rusis, mercenari tyne, e ke pru besa dhe Ron Patrikun, që është agenti i Wagnerit, mercenari tyne që ka punu në Libisi që kemi zbulu nasi redaksi, po e së rollat të rajt si shef CIA-s për Balkan, që s'është, s'ka të bëj kur gjë me CIA, e ke infiltru në AKI, Agjensinë Kosovare të Inteligjencës, që kjo është skandali pashaqe llojit vet. Apo kupton, nuk e di, unë jam të habit, që është institucionet e Kosovës nuk janë të reagu, se s'kena pa në kuni fa reagimi. Pe kuri kena botu 2 artikuj tonë hëllëmtus. Të parin që ti ke rajt me makinacionet tua informative se ajo është shefi CIA-s për Balkan, dytin që e keni quë edhe keni instalu në AKI, duke e fotografu me zëvendës drejtore në AKI-s edhe kryeinspektorin në AKI-s. Kjo është skandal e llojit vet. Domë janë të parivarueshme. Na edhim, na kemi informacion të sigur, domethënë që disa prej entiteteve të shërbimeve inteligjente ndërkombëtare kanë fillu me i reduktu shkëmbimin e informacioneve të sigurisë me Agjenci Kosovare të Inteligjencës. Pikërisht për shkak që zoti Haradinaj, me rrjetin e tij dhe shikun kriminal, kanë arrit me penetru një agent, një mercenar të Moskës dhe të Richard Grenellit në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Kjo është të mërshme. Kjo është të mërshme. Dhe ky del thot, po thot isha punuar me to, nëse kthehet në agendën nacionale. Isha Allah për mush një men. Se që shini të rajt, për drite, unë nuk po moj ndryshë me kuptu, pos problem që shëndetit mendor. Në mënë, këtu ko problemi. Ndikosh po pyjt për thot, kosh beson mare ty. Ti po beson që ka arë këtu në ratë parë. Ti e din që unë e flasë të vërtetën të dokumentuar dhe të verifikuar, prandaj ke arë këtu me këshyrë, me qitë në farë, huni atë, mos po të beson ty dikush. Mu më besojnë 17 milion njerëz. 17 milion vizita e kam mujore në postimet e mija në Facebook. Të pëlqeu apo së të pëlqeu ty. Edhe krejt asaj strukture kriminale që po mënohen me i shpëtu të vërtetës, mos më ekspozu, e që po besojnë, mos po mënohen me përmbyt reformën e konsolidimit shtetit, e mas ne me pështu pe plaçkës që ja kanë bo, pe drejtësis, duke qenë se kanë plaçkit Kosovën për 20 vjetë. Me shpëtu pe drejtësis, duke qenë se ja kanë vrar intelektualet Kosovës, gjatë 20 vjeqarit. Ja kanë vrar komandantët qëllimtarë të luftës, ja kanë vrar gazetarët, ja kanë vrar politikanët, madje kanë tentu me vrar 2 herë dhe presidenti Rugova. Këtë unë kom ja kujtu në gjdo moment, sa herë që dalë publikisht me full, deri sa të sjellët drejtësia për të gjitha vrasjet politike para, gjatë e pas luftës më Kosovë. Dhe krejt ju qenit përshim aty, keni me u gjetë edhe keni me dalë para drejtësisë. I ka dek nona asaj pune, si nata që vjen mas ditës, edhe si dita që vjen mas natës. U krye e punë. Populli i Kosovës ka vendosur me konsolidu shtetë dhe mi thonë hajna dhe perdoni. Me që po folim të hajnat. Ju kom thonë edhe disa ditë më herët, po prapë për ja kujtoj. Mereni me men, e kam prufat me limen, me shit moral kundër korupcionit. Njerët i cilët ju kanë gjetë parët në bojler të shpis, të im shef që i ka vjedhë për publikët. Apo kuptoni, del vlora qitako, dhe kush po të me shqit Kosovën? Në shqiptarë që ka tash me shqit Kosovën.
ka nënshkruar marrëveshje në favor të Serbisë për me shit Kosovën. Ai ka dashur me organizu ceremoni për me dorëzu verjen e Kosovës Serbisë. Ti zënja Qitaku me paret të taksapakuesve kosovar, paret tona, ke shku ke lobu tek aleatët ndërkombëtar për me bind ata me pranu idenë e Hashimthaçit për me dhënë verjen e Kosovës Serbisë. Edhe tash e keni quajtur Elmire Qicën me mbo padi, i cili porran verifikueshëm se unë e kom kërcënu dërgjoja familjen e tij dhe ata. Unë as nuk e njoh familjen e tij, as nuk e kom takuar ndonjë zotin Reqica. Zotin Reqica unë e njoh nëpërmjet gjetjeve tona hulumtuese që tregojnë se ky zotnia është pjesë e strukturave organizative dhe udhëheqëse të shikut vrastar. Dhe ky krejt ato trashëgimi informative dhe operative kriminale që i ka trashëgu në shik, kjo është përgjegjës për to. Pra, zoti Reqica është ndjerë i kërcënuar nga e vërteta për cilën unë po flas për ditë dhe të cilën unë po e shkruaj tash 3 vjet, kur jam kthy për me u marrë me Kosovën si gazetar. E kjo ata po i trishton. E këta kanë shpesu mos pëtu në Penifa Padia aty, e cila është gjithashtu e bazuar me sa duket në rana, sepse ai po thotë që unë e kam kërcënuar ato që unë nuk kam as karakter të kërcënuesit. Po, unë jam kërcënim për gënjeshtrën. Jam kërcënim për rritet kriminale. Jam kërcënim për hajnat, për pleçkitësit. Ato që kanë mizën me zveshit, apo mizën me kapuç që thoi pleçt, ata normalisht ndihen të kërcënuar prej punës time gazetareske që e bëjmë me integritet dhe profesionalizëm të lartë. Që nuk mund me kontestu kërkush. E duke qenë se këta s'mujnë me kontestu, po fillojnë e po thojnë jo ti jo të bash, jo gjak sërbe, jo një që që kanë po këtë njerëz që i kanë vro. Se para se me vro, krejt patriotët shqiptarë që i kanë vro, i kanë akuzu me kanë në farë të bashi, me kanë në farë gjak sërbe, jo që është në farë luge ju ka përzi dikon si me flamur të Serbis, edhe tani kanë thonë ta shumë mirë puna me vro dhe ka vdek njeri. I kanë vro njerëzit pa besisht, mes natë, pa pagu mëngjesit, i kanë vro komandant të luftës çlimtare. I kanë vro politikanë, gazetarët, aktivistë, kanë tentu me vro presidenti Rugova 2 herë. Kur ka shku presidenti Rugova në përballë me Miloševićin gjykatë Hagës, këta janë mënu me bo fushat që me dalë me imazh të poshtnuar për gjykatës Hagës ai. Ai njeri dinjitetshëm, tregonte se si regjimi gjenocidal i Miloševićit i kishte përgatitjet për të bërë gjenocid në Kosovë. Dhe tregonte lëvizjen paqësore të tij, që fal lëvizjes të tij, lidhjes demokratike të Kosovës, që kishte themeluar zoti Rugova me gjithë bashkëpunëtorët e tjerë që kanë qenë, ka ardhur edhe ka funksionalizuar dhe ka shpëtuar popullin shqiptar. Sikur të mos ta kishte organizuar paralelizmin shtetnor, administrativ, edukativ, madje edhe të shërbimeve shëndetësore, të ju kujtohen ambulantat Nëna Tereza që i kena pas. Zoti Rugova i ka organizuar ato. Sikur të mos i kishte organizuar ai ato, na kishum asimilu bre, ose kishum me ik, ose kishum masakru, për Miloševićit. Po të mos ishte Rugova nuk na kishte njoftë as Amerika që ekzistojmë, as Britania, as Evropa. E këta pashpurat janë që kanë bo marrëveshje me shërbimin sekret francez, edhe e ka nis operacionin me vrasjen e Beadin Hallaçit. Beadin Hallaçi që ka qenë koka e intelektualizmit politik, koka, mendësia e thellë politike, e krahut guerilas të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këta e kanë vrarë Beadin Hallaçin, që u konë, që më thonë, thelbi politik i organizimit guerilas ushtarak të popullit të Kosovës. Në që kanë po, e kanë marru që kanë dorë, të i vrarë dhe të tjerët, edhe ja kanë nisë me sabotu luftën për shtetim. Të nënshkru Rambujen, ku i garantohet edhe riafirmohet integriteti dhe sovraniteti territorial i Serbisë mbi Kosovën, në atë marrëveshje. Hajdes na doli keq, kishe.
Pse nuk e deklaruan pavarësinë me njerë mas luftës? E kanë sabotu sepse kanë qenë të punu për interesat serbisë nëpërmjet francezëve. E kanë sabotu deklaratën e pavarësisë para menonit për 8 vjet. Derisa administrata e presidentit Bush, sipas komunikimeve tona me zyrtar të administratës Bush që kemi pas në Washington gjatë 2 viteve të fundit, nasi redaksi, ata na kanë thonë që domosdoshmë ata u dashnë me i kërcënu këta për me deklaru pavarësinë. Edhe i kanë përshpetu situatat, jo doli pakuja tesari, tërta mërta, edhe nejse mo, u shpall pavarësia. Dhe ku shpalla pavarësia, do të shpallin Kosovën shtetë të pavarur dhe demokratika, ma jo sovran. E manovrat e zeza që i kanë bo këta kundër këtij shteti, e tash dalin që thonë ta kena bo shtetin, jo të se ke bo shtetin. Ja, të se ke bo shtetin, falë. Ti ke qëllu që aty në rrotë historisë dhe e ke pas një të dy me lexuar një deklaratë ose me bo një votim, këtë është në rregull. Shtetin e ka bo gjaku i dëshmorëve që kanë rënë për liri. Shtetin e ka bo njerëzit që kanë themelu idenë e rezistencës se populli shqiptar kundër forcave gjenocidale të Serbisë dhe atyre armiqësore që janë edhe jashtë Serbisë. Jo, keni shku e keni marrë kalan nga brenda dhe jeni përpjek me sabotu edhe me nërskamcu e me jashti kleçkën poshtë e përpjet me parandalu konsolidimin e shtetit, madje edhe deklaratën e pavarësisë. Këto jo e keni po. Kjo është dokumentume. Është domethënë kushdo që i shleton zhvillimet historike në Kosovë e merr vesh. Nëse janë i lexoni, e shikoni zhvillimet edhe e merrni vesh. Tu ja nis pivrasjeve politike. Tu ja nis për me kuptu pse u vra Beadin Hallaçi. E shumë Beadin Hallaç të tjerë, të cilët kanë qenë kokat politike të themelimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës për çlirimin e tokave shqiptare dhe bashkimin e tyre me mëmën në Shqipëri. Dhe këta e kanë nalë që atë. Nejse, ka që kisha po, përfundimisht edhe një herë, Zotit Haradinaj dhe të tillëve si ai, mos t'i me kërku kushtet nacionalizmit të dikush tjetër kur vetë nuk i plotson ato kushte. Dhe unë ju a thash në fillim, pse Zoti Haradinaj nuk i plotson kushtet për të qenë nacionalist. Edhe është skandali i pashoqillohet vetë që ai po kërkon kushtet e tilla tek një politikan i cili jo që i plotson, po i mbi plotson ato kushte. Po ti duhesh më i plotsu të vetë ato kushte kur ja kërkon dikujt. Po kupton? Kjo është mohabit. Po nejse. Juve qofshim me shnat e faleminderit që po më përcjellni, mos harroni abononi te Kronikat e Barutit, edhe abononi me pagesë, sepse pa parë nuk mundem me bëj gjë. Strukturat dhe rrjetet kriminale kanë parë boll, kanë vjedh Kosovën për 27 vjet, edhe po vazhdojnë me dashur me u kthy me vjedh. E ata kanë parë me rajt poshtë e përpjet, kanë parë me qua dhe që si farë pishfiriqash digital me shaka një herë aty, edhe me thonë e fjallë pa lidhje, pa ku një fa kuptimi, edhe kam parë edhe me hop pa di gjyqësore cilat nuk kanë lidhje, kam u zonë rranat e veta, nëse prokuroria e Kosovës është serioze, e trajton ligjin me seriozitet, Zoti Reqica kam ju kthy të mas pa dija. S'munaj me dokumentu pretendimin që ka bo në postimin e ti në Facebook. Po është rajt, hopun. Edhe, po, nështë këta fabrikime janë kështu profesionista. Po dhe në fabrikime rajnë. Nëse djetë, se rajna i ka kom të shkurta. Se gjykata, një gjykatë serioze, nëse kemi gjykata serioze, kuptohet në Republikën e Kosovës, e kupton të mund që zëtnia të rajnë. Kështu që i ka deknolla asaj pune, e une që që thashë edhe sot në video në hershme, hajde bëm Britani, ndojmë drejtësi nëse ta pas nga bonë ty të pa drejt nëse. Bjere që atë pa dik, në Londër, e shihemi në gjykatën tonë të drejtësisë në Londër, edhe shohum kush ka i ka qadrat. Hajde, po të mirë pres. Po kuptohet nëse institucionet e Kosovës ma bëjnë ftesën për me fol me ta lidhur me dyshimet e hapura nga Zoti Reqica, unë do të flas. Edhe do të shoh se ku janë dëshmitë e pretendimeve të Zotit Reqica. Apo janë prap fabrikime siç këta janë mësuar të fabrikojnë.
gjithnjë. Që ky analfabeti, thot, Taulant Çoçaj, thot, ti thot nuk i as njëra, çka është më ke fjallë bole, më fali s'pe kuptoj çka është. Nuk e kuptoj çka ka bole. Po çka të qofte e fa punë, në zonë e fa fjallë që dismi pa lidhje, nuk e di, po mos ma zini për të mazë për një me, unë nuk e kom karakterin e rrugoshit. As nuk jem eduku pi familjes me qenë pes, as njeri i pandershëm, as njeri i pa civilizum. E pe kom problem me i kuptu fjallorin e njerëzve të pa aftë për me formulu e artikulu një mendim cilësor edhe një ankes, edhe ku po ja lexoj disa shprehje dhe po më duken të habitshme, çka janë këto. Jo, zotni Taulant shëpati mbi emrin Çoçaj, unë nuk jam asgjë era Mosh Haradinajt, përkundrazi unë kam integritet njerëzor dhe profesional larg më larg se çdo politikan në Kosovë. Se asnjëherë nuk jam korruptu, as nuk jam i korruptueshëm, as nuk e kom plaçkit kërkon, madje as nuk e kom vrarë kërkon, as nuk e kom bërë thirrje për vrasjen e dikujna. A kupton, unë po thras për drejtësi, po thras për konsolidim të shtetit, po thras për integritet, po thras për rezistencë popullore kundër hajnave, plaçkitësve, zhvatësve, edhe atyne të cilët vetë dishëm kanë vendosur me nënshkru marrëveshje për me forcu Serbinë në Kosovë, pra për me ndërzu Kosovën Serbisë. Kjo është ajo. Prandaj unë pajtohem me ty që jam i pakrahasueshëm me zotin Haradinaj apo ndonjë politikan tjetër që ti mund ta kesh në mendje. Dhe me ato shprehje të tua që unë po që di në çfarë janë ato se s'po i kuptoj, e kështu me radhë. Qazim Gjoci për thot jeti i familjes poqtërani kombëtare, more Fliçan, more o kuku, o zotni Gjoci, shko more zotni mëso shqip, shko mëso shqip. Ndrego, atëre s'kena nevojë me hunë koma, shumë ato që desha me thone, thash, shpëndajnë këtë video, folni për këtë tema që po flason, në këtë postim e keni edhe linkun për kreta artikuj që kemi shkruar për zotin Haradinaj dhe veprimtarinë e tij politike, kryesisht në artikuj hullumtues, të cilat janë skandalet pa shoqja, dokumentimet i kemi të gjithë pendimeve tona aty, fusnotat mos harroni me i hullumtu me kështu çka ka në fusnot, se në fusnot gjithmonë ka dëshmi mbështetëse për pretendimin ton, edhe lirisht shpërndani artikuj ton, lirisht bisedoni me njerëz për ato informacione që i lexoni, edhe shpërndajnë të vërtetën, sepse të vërtetës krejt ja shohëm hajrin. E sidomos shteti jonë që është shtëpia jonë kolektive Republika e Kosovës. Natë e mirë dashur shqiptar, e të qofshim me shnet e njihemi në raste tjera. E hajnave zhvatësve, plaçkitësve, edhe politikanëve që kanë bërë veprime pro-serbe, pushka to vi bot se se kem plan me utut. Përpara dhe vetëm përpara dhe vërteta gjithmonë ka me triumfu. Natën e mirë.